Ka shumë veta që për dy arsye nuk mund t'i marrin lekët nga TikToku. 1. Sepse nuk e din që duhet kartë Visa, edhe 2. Sepse nuk e din si të marrin kodin e konfirmimit për të lidhur kartën me PayPal-in. Apo jo Tigi. Gjithë e dim se tani është bërë trend live i TikToku që mund të luajnë me dënime ose për shef me një shok ose me njerëz të panjohur, që unë mendoj se është një benefit shumë i mirë, sepse po i afron njerëzit më shumë. Të paktën flas për vete që për këto 2 muaj që kam hapur TikTokun, kam bërë më shumë shok se sa që kam bërë në gjithë jetën time. Atëherë, të vazhdoj me hapin e parë që ju duhet patjetër një kartë Visa. Zgjedhja ime për këtë është që gjithë ata që jetojnë në Tiranë mund të shkojnë të aplikojnë tek Fibank dhe për 3 ditë e keni kartën gati, sepse na duhet t'i marrim shpejt ato lekë apo jo. Se këto bankat e tjera zakonisht për 2 javë e nxjerrin kartën. Por që nëse doni që ta bëni më shpejt, shkoni tek Fibank. Dhe shumica e bankave kanë Mastercard që me atë ju vetëm mund të blini online dhe nuk mund të tërhiqni para nga PayPal-i. Dhe këtu te Fibank ju mban 1000 lekë komision çdo muaj për mirëmbajtje llogarie. Duhet ta themi edhe këtë. Okej, tani aplikuam dhe për kartën dhe pasi e kemi gati, na duhet që të hapim një llogari PayPal-i, që nuk është shumë e vështirë. Atëherë, do shkoni te Google Chrome te paypal.com, edhe do klikoni tek regjistrohu. Do e hapni personal account, continue, do fusni numrin e telefonit, pastaj do ju vi kodi i konfirmimit në mesazh dhe pastaj duhet të fusni gjitha këto informacionet e sakta, adresën e emailit, emrin, do krijoni një password dhe do klikoni next. Pastaj do vendosni adresën, do vendosni Albania, do vendosni Shqipëri, do vendosni ditëlindjen, do vendosni adresën e saktë, do vendosni kodin postar të qytetit tuaj ku jeni, edhe do vendosni qytetin në fund, do klikoni tek këto checkmark dhe pastaj kliko next, prap. U regjistrove, sepse unë të kam shqip. Tani na duhet që të lidhim kartën me PayPal-in, që as kjo nuk është shumë e vështirë. Do shkoni te 3 vizat majtas dhe do klikoni tek portofoli. Do klikoni lidh një kartë, do vendosni numrin e kartës, do vendosni numrin e datës së skadimit, do vendosni kodin e sigurisë që e keni mbrapa me 3 shifrat mbrapa kartës. Dhe pastaj do vendosni adresën e saktë se ku jeni. Pastaj do klikoni next, prap. Dhe u krye me sukses. Pastaj duhet që të konfirmoni kartën tuaj. Do klikoni tek konfirmo kartën tënde dhe do klikoni merr një kod. Dhe ky kodi do ju vijë ose në email ose tek aplikacioni i bankës që ju keni. Dhe pastaj do të shkoj tek vendos kodin për të konfirmuar kartën tënde. Tani kodi me 4 shifra është ky, 2599. Ju do të tarifoheni $1.95 dhe sapo të vendosni kodin për të konfirmuar kartën, ky $1.95 do ju kthehet prap tek llogaria. Fusni kodin 4 shifror dhe klikoni konfirmo. Dhe Visa debit thot e jotja u konfirmua. Dhe tani është çdo gjë në rregull. Kartën e kemi, PayPal-in e hapëm, tani do kalojmë në TikTok. Tek TikToku atëherë ju do klikoni tek 3 vijat e do shkoni tek settings and privacy. Do klikoni tek balanca, tek live gifts, tani do klikojmë tek withdraw. Do klikoj tek add a new withdraw method. Do klikoj tek PayPal-i, nëse sigurinë e keni bërë me 2 hapa, atëherë duhet që të vi një kod patjetër. Dhe kodi do vi 7837. Dhe atëherë është ok, do klikoni agree and continue, do klikoni connect with PayPal, do logoni tek PayPal-i që sapo hapët, dhe unë kam gati, edhe passwordin, do fusni edhe passwordin, do klikoni login, edhe do ju lidhet TikToku me PayPal-in. Ja, ku e keni këtu. Këtu lart ku është withdraw account, që është PayPal-i që ju sapo futet. Atëherë dhe minimumi i shumës që ju mund të tërhiqni është $1. Që i bie unë do tërheq $10. Jo. Atëherë unë do tërheq $13. Klikoj withdraw
do klikoj confirm edhe do klikoj back. Atëherë lekët u hoqën. Atëherë do shkoni tek Chrome prap edhe do shkoni tek adresa e PayPal-it që hapet më para. Dhe ja ku na erdhën $13. Pastaj për t'i transferuar këto do klikoni tek transfero para, do klikoni tek më pas, edhe do klikoni shumën se sa doni që të transferoni. Tani në këtë rast të gjitha, klikoni para, pastaj prap, dhe tani është një problem që gjithmonë do ju merret një tarifë për $5, $5.500 lekë. Kështu që mblidhni sa më shumë para dhe pastaj kalojeni tek banka. Zakonisht transferimi i parave nga PayPal-i tek llogaria e bankës vonohen nga 1 deri në 3 ditë. Kjo ishte edhe mënyra se si t'i merrni lekët me PayPal nga TikToku. Kështu që nëse keni probleme, mund të më shkruani në Instagram ose tek komentet poshtë dhe unë do ju përgjigjem si gjithmonë. Vetëm ju them që duhet keni kujdes që duhet të fusni atë kodin me 4 shifra tek PayPal-i që do ju vite karta, sepse po nuk e futet atë, nuk do i merrni dot lekët nga TikTok. Kështu që dhe diçka tjetër. Akoma nuk e kam monetizuar TikTokun. Sot më nxorri këtë. I kam shkruar TikTokun mbi 3 herë dhe akoma s'kam asnjë përgjigje. Kështu që mbetet për të parë ose do riaplikoj për 30 ditë në vazhdim. Dhe keni kujdes nga mashtrimet. Mos i besoni shumë TikTokut.